Qendra ditore Sirena për personat me aftësi ndryshe organizoi një manifestim të veçantë për fundvit, i cili u shndrua në një festë të vërtet gëzimi dhe emocioni. Programi ishte i larmishëm dhe i pasur me këngë, valle dhe paraqitje artistike të realizuara me shumë dashuri dhe përkushtim nga vetë fëmijët e kësaj qendre. Ky manifestim u nderua me praninë e përfaqësuesve nga Qendra ditore e Shkodrës, duke forcuar frymën e bashkëpunimit dhe solidaritetit mes qendrave. Mbështetja më e madhe dhe më e çmuar erdhi nga prindërit, të cilët me praninë dhe duartrokitjet e tyre i dhanë edhe më shumë ngrohtësi dhe kuptim kësaj feste. Në kuadër të këtij manifestimi festiv për televizionin Teuta, foli edhe drejtoresha e Qendrës ditore Sirena, e cila theksoi rëndësinë e aktiviteteve të tilla për përfshirjen, zhvillimin dhe mirëqenien emocionale të fëmijëve me aftësi ndryshe, si dhe falenderoi stafin, prindërit dhe të gjithë mbështetësit për përkushtimin e tyre të vazhdueshëm. Përshëndetje gjithëve, atëherë Qendra ditore Sirena për fëmijë dhe të rinj me pengesë dhe vështirësi në zhvillim sot organizoi një program të përpunuar nga vetë fëmijët e qendrës tonë në bashkëpunim me punojësit e qendrës. Unë mund të shprehim mirënjohje të thellë për gjithë ju që ishit prezent sot me neve, duke filluar nga vetë prindrit e fëmijëve tonë, fëmijët pavarësisht se ato janë gjithmonë në qendër dhe mendjes tonën, po ashtu edhe të ftuarët që ishin në këtë ditë tek Qendra Sirena. Mund të them që ishin të ftuar nga Qendra ditore e Zetës, po ashtu edhe nga Qendra e Zhvillimit Shkodër, ku dhe fëmijët e këtyre qendrave morën pjesë në programin ton. Falenderoj të gjithë të pranishmit dhe ju uroj një vit të mbar dhe sa më me begati të gjithë juve, po ashtu në veçanti fëmijëve të cilët paraqesin pengesa dhe vështirësi në zhvillim. Urime viti i ri dhe gjithë të mirat për gjithë juve. Gjithashtu, për këtë ngjarje u prononcuan edhe disa prindër, të cilët shprehën mirënjohje dhe emocionet e tyre për punën e palodhur që zhvillohet në qendër, duke vlerësuar organizimin e manifestimit dhe ndikimin pozitiv që aktivitetet të tilla kanë tek fëmijët e tyre.
Përshëndetje, në emër të gjithë prindërve, ne falenderojmë shkollën Sirena për çdo gjë që bën për fëmijët tonë. Ne jemi shumë mirënjohës, urime festat dhe gëzuar vitin e ri. U ime Dnevnog centra Zeta želim da se zahvalim Dnevnom centru Sirene na čelu sa njihovom direktoricom Salijom Međikukić na pozivu, divnoj organizaciji i jednoj divnoj saradnji koju imamo sa njima. Naši korisnici su uživali, također su učestvovali u programu i ovim putem mi se zahvaljujemo na ovom novogodišnjem programu i radujemo se budućoj saradnji. Želim se zahvalim Dnevnom centru Sirena na ovako lijepoj organizaciji. Kao i svake godine, ni ove godine ništa manje nije bilo veličanstveno. Hvala gostima koji su uveličali ovu priredbu, hvala našem divnom osoblju Dnevnog centra koji kao i uvijek daju sve napore da naša djeca mogu i da odrade svaki nastup prelijepo kao i sva djeca normalnog razvoja. Hvala direktorici Saliji na ovako lepom i dočeku i organizaciji, cateringu i uvijek je domaćica na pravom mjestu kao i cijelo osoblje koje radi u Dnevnom centru Sirena. Srećna Nova godina i svi nastupajući praznici. Në fund të manifestimit, Qendra Ditore Sirena ndau mirënjohje për punëtorët e saj si shenjë falënderimi dhe vlerësimi për punën e tyre të palodhur, për kushtimin dhe dashurinë që ata tregojnë çdo ditë në punën me fëmijët e kësaj qendre. Ky gjest simbolik ishte një shprehje mirënjohje për kontributin e çmuar që stafi jep në përmirësimin e jetës dhe zhvillimin të fëmijëve me aftësi ndryshe.